Stolat e harruar në parkun e qytetit, në shëtitore para bashkisë, para qendrës kulturore Vacezela tek Shatërvanët, apo edhe në përlagjet e qytetit, kanë qenë shpesh tematikat e kronikave tona. Stolat janë vendi ku kalojnë disa orë të ditës të moshuarit, duke luajtur letra, domino, shah ose duke biseduar. Fëmijët që luajnë tek këndi i lojrave tek parku dhe qytetarët që duan të freskohen në hijen e pemëve të parkut gjatë ditëve të nxehta që po afrohen. Më në fund, pas kronikës para disa ditësh të televizionit 4+, ndërmarrja e pasurisë publike ka filluar punimet për rregullimin e stolave të shëtitores në qendër, duke hequr stolat e vjetër prej druri dhe duke i zëvendësuar me të reja. Në ditët në vijim, ndërmarrja e pasurisë publike do vazhdojë zëvendësimet e tyre tek bulevardi dhe tek Lulishtja. Pensionistët jashtë kamerave shprehen se reagimi nga ana e bashkisë është i vonuar, sepse stolat kishin kohë që ishin dëmtuar dhe nuk përdoreshin, plus shëmtonin pamjen e qendrës së qytetit të bukur të Lushnjës. Kujtojmë që lagjet e qytetit janë me stola të prishur ose pa stola.